Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime të Shqipërisë, Flaures Shoshi, i cili u bë i njohur për opinionin publik vlonjat në fund të dhjetorit, ku qëndroi për 4 ditë me radhë në krye të grupit të punës për riparimin e avarisë së rëndë në rrjetin e ujësjellësit, për të cilin u vlerësua edhe nga vetë kryeministri i vendit Edi Rama, është emëruar këtë të hënë drejtori i Ujësjelljes Kanalizime Tiranë, duke zvendësuar në këtë post Skerti Drenovën, i cili tashmë është shkarkuar. Shoshi është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, profil inxhinier hidroteknik në Universitetin Politeknik të Tiranës, si dhe zotron gjithashtu një master në qeverisje vendore. Ai ka një karrierë të gjatë dhe të konsoliduar në sektorin e ujësjelljes kanalizime, ku ka nisur si teknik dhe më pas ka vjuar si inxhinier, krye inxhinier, si dhe administrator i ujësjellësit të Malësisë së Madhe dhe Shkodër Fshat për rreth 14 vite. Përvoja e tij përfshin edhe angazhime në sektorin privat, si këshilltar teknik në fushën e ujit, si dhe pjesëmarrje aktive në institucione dhe organizata të ndryshme të fushës. Në vitin 2019, ai u emërua zëvendës drejtor i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, ndërsa në qershor të 2025-s, ai mori postin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime. Në një postim në rrjetet sociale, Shoshi shprehet falënderime dhe mirënjohje çdo punonjësi të shoqërive rajonale të ujësjelljes kanalizime të Shqipërisë, që kontribuan në mirëfunksionimin dhe modernizimin e sistemit të furnizimit me ujë, si dhe të sistemeve të trajtimit të ujrave të ndotura, mirënjohje administratorëve të shoqërive rajonale, si dhe kolegëve të agjensive kombëtare të ujësjelljes kanalizime. Janë bërë punë të mira, ka plot për të bërë, ku besoj se dhe me drejtimin pasues të zonjës Çelaj, sektori do të ketë vetëm progres. Mirënjohje për të gjithë, përfundon Flaures Shoshi, të cilit tashmë i besohet një detyrë shumë e rëndësishme, sikundër është drejtori i Ujësjelljes Kanalizime Tiranë.